Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në një video të re dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot është e enjte dhe e nisëm ditën shumë bukur, shumë qetë, sepse u çum herët, u çum në orën 7:10, se atëherë u ngrit dhe shansi për piqumësht dhe ne nuk na zuri më gjumi. Mu dhe Lori, në fakt, se Odi vazhdoi atë itinerarin e vet. Odi nuk qohet po të shkoj ora 8:08:30, madje po ta lesh mraft pika flen edhe më shumë. Është fëmijë që ka shumë qejf të flej, sidomos në mëngjes. Po tani që e kemi rifillu kopshtin, po e zgjojmë më herët dhe po mësohet avash avash. Ne u zgjum, bëm mëngjesin, pim kafe, veshëm fëmijët. Dola pak në balkon me Lorin duke pi kafe, duke bisedu për ato gjonat e tona. Lori me Odin ikën, Odi për në kopësht, Lori për në punë. Unë dhe Shansi do rim në shtëpi sot, sepse me këtë rast dhe tregoj dhe një gjë shumë të bukur që më ka ndodhur. Një nga bashkëpunimet e mia më të mëdha besoj deri tani, pavarësisht se unë, me thënë të drejtën, nuk është se i kam dhënë shumë rëndësi këto kohë të fundit rrjeteve sociale dhe disa bashkëpunime të vogla që më kanë ardhur, disave i kam kthy përgjigje, disave jo. Nuk kam qenë shumë, e dini, shumë aktive, shumë me rregull këtë periudhë për shkakut se jam bërë me 2 fëmijë dhe fillimi me Shansin, siç ju kam thënë, nuk ka qenë shumë fillimi mirë, duke qenë se ka qenë pak në reanimacion dhe nuk jam marrë fare as në bashkëpunime, as me asnjë gjë, po tani do e vazhdoj seriozisht, sidomos me këtë bashkëpunim që më ka ardhur nga Temu. Jam bërë pjesë e Temus, më shkruajtën diku para një jave, kemi fol për kushtet, për rregullat, për kontratën, për gjonat që unë duhet bëj. Dhe me thënë të drejtën, sot kisha qejf të bëja hapin e parë të atij bashkëpunimi dhe thash po rregullohem pak, po lyhem pak, sepse jam, shihni si jam. Dje jam la, dje ndarke vonë, as nuk i thava flokët ata si gjë, nuk e di si më kanë marrë, po në rast se i kam keq, do shoh çfarë mund bëj në gjë me Dyson ose me pjasër, nuk e di se ç'a, po që nuk është se që kanë shumë keq. Do rregullohem pak dhe do filloj me videon e parë. Me thënë të drejtën, e kam pak me siklet, sepse është gjë tjetër kur bën video thjesht për qef, domethënë për në YouTube, për Instagram, për kështu. Dhe është gjë tjetër kur e din që është një staf mbrapa që do shohë videon tate, do e kontrolloj, do e shqyrtoj dhe do e vendosi a është apo s'është i mirë ose me kualitet që të dali në faqen kryesore të Temus. Dhe Temu ka dhe një diçka me sa kam vënë re unë, përveç se e poston tek faqja vet, në Instagram, në TikTok, e bën dhe si sponsorizim, del domethënë gjithandej, dhe kam pak siklet se do jetë tyra ime gjithandej në rast se ato do e pranojnë si video. Kështu që po rregullohem pak, po sistemohem dhe do t'rregoj dhe ju se ç'a do bëj, domethënë. Nuk është do bëj make-up në refill, po diçka të vogël dhe po ja u tregoj. Unë flokët do t'i kap se nuk i maj dot rëshut, sidomos kur bëj make-up. Jo vetëm kur bëj make-up, po kam filluar, nuk i duhet dot fare flokët e lëshume, se dhe më janë shtu shumë, më janë rrit dhe nuk durohen, ja. Si fillim ta pastroj pak fytyrën, edhe pse e kam la dhe ndarke që bëra dush edhe në mëngjes. Kjo ka dhe një pikë të vogël dhe po e shfrytëzoj, po e hell. Kam blen fakt edhe këtë ren të Garnierit, po ta mbarojmë këtë deri në fund. Shansin, siç e pat, e kam lënë tek Relaxi for Moms, që të tundet, të shkondet, e të flej gjumë, ndërkohë që unë merrem pak me veten dhe me videon. Është siklet, sinqerisht, është siklet. E kam vënë re edhe gocat që kanë vite që merren me këtë punë. E kam kuptuar nëpërmjet ekranit që kanë pas pak siklet në momentin që kanë bë videon e Temus, sepse siç ju thash, do jetë video që do dalë gjithandej nëpër botë. Dhe nuk është gjë e vogël. Jam shumë falenderuese Temus
dhe rrjeteve sociale në përgjithësi, që në kaq pak kohë dhe në kaq pak video që unë bëj, kam arrit në këtë lloj bashkëpunimi. Po shkoj të marr çik shansin se filloj të u grind, ka orarin e qumshit, ta vendos tu tek kërvati dhe erdha. Ja vendosa qumshin diku, që ta pi vet, dhe unë të filloj pak me rregullimin e vetes time. Siç po i thoya, nuk është gjë e vogël kjo, sidomos kur je pak a shumë, nuk mund të them në hapat e para, sepse unë vetëm në YouTube, domethënë po bëj një vit e pak, nuk e di se sa fiks, se kam humb pak sensin tash. Por që nuk është se jam tek fillimet, por thjesht jam një person që ka bo goxha mungesa, me thënë drejtën. Jo se kam dash t'i bëj, po ashtu më kanë edhe rrethanat, jo shtazania, jo bebi, jo më thet tash, nice. Të vendos pak nga ky primeri. E kam të merë të lyhem kur rin shtëpi. E kam të merë. Unë edhe kur kam dalë diku e kam bezdi, por që në shtëpi herë se duroj dot fare. Po kur shoh ca në plazh, o zoti man, plazh edhe në pishin. Nuk e di, mos ma merrni për keq se mund të ketë sa dush goca që pëlqejnë të lyhen në plazh, po për mu, më falni, për mu është budallik të lyesh në plazh. Nuk po flas për thjesht një shkëlqys, ose disa xixha të vogla, ku dëgjon ndonjë gjë të vogël, jo, jam shumë dakord për gjëra shumë vogla, po të bësh me kap profesional, me fondatin, me highlighter, me konture, qerpik, ton, nuk e di ç'a them, s'm duket normale, po që më falni, më thashë, di që do ketë sa dushi do më kritikojnë për këtë që thash, po unë them vërtet, unë them atë që ndjej. Për mu nuk është fare normale kjo gjë. Tani unë nuk e di ku kam lënë atë fondatinën, e kam të çanta, po fondatinën që e kam me SPF, të shkoj ta marr. Pak a shumë kjo është gjëja e vetme që unë po përdor këtë periudhë, sepse zoti më fal, po unë nuk e kam fare qef verën. E kam qef vetëm ato ditët që, si me thënë, shkoj me pushime, po 3 muaj vere në një vend si Durrësi, që mbushet e tej mbushet, plus vapa e të mërshme, vera nuk është shumë e bukur për mendimin tim. Më pëlqen jashtë mase shumë vjeshta, edhe pranë vera. Se edhe dimri i ftohtë, sidomos kur ke fëmijë të vegjël, nuk është shumë i përshtatshëm, por që gjithsesi faleminderit Zotit që jemi në një vend që kemi të 4 stinët, i shijojmë ashtu siç është për të shiju, se ka vende që janë gjithkohës verë, ose ka vende që janë gjithkohës dimër, dhe nuk duhet qahemi. Të vendos dhe pak këtë pudrën fiksuese. Të ra biberoni me mami? Të ra biberoni? Unë e humba tani që po thoja, po vazhdoj me pudrën. Kjo pudra e Anastasia Beverly Hills është një nga gjonat më të mira që unë kam ble ndonjëherë. Kur e kam ble për herë të parë, u habita në fakt nga çmimi, se unë e kam ble diku tek 90 euro, më duket diçka e tillë, pa shkuar te 100, apo afër 100, domethënë. Dhe u habita fakt nga çmimi, se thash thjesht një pluhur të kushtoj kaq shumë, po kot nuk kushton, thash. Dhe ajo goca që ishte aty te Sephora në Dubai, se në Dubai e kam ble për herë të parë, ma super sugjeroi. Do më falenderosh, tha, kur
ta përdorësh dhe në fakt e falenderoj. Tani më duket ka shku diku tek 70 kjo, por që e super vlen. Unë vendos shumë pak, nuk kam qef ta ngarkoj shumë, ta bëj super mat ose që të duket si jallëqi, por që i qik një shtres to dhe ja vendos. Tani, ndërlidhe vetullat. Për vetullat në fakt më duhet një pasqyrë, po nuk kam pasqyrë të vogël këtu, i kam shumë të mëdha. Vetëm për të përdor pasqyrën e hudës. Edhe ky lapsi ishte fantastik, që e kam tregu tek 1 ose 2 video më përpara. Unë e bo pra për të ly flokët e të mërshme, jam plak, më dalin çdo 3 javë ose 1 muj thinjat, more. Sinqerisht jam plak, nuk po tallem. Këtë nëntor bëj 31 vjeçë. Kur kam qenë e vogël, njerëzit që ishin 30 vjeç, për mu u qunë shumë të mëdhenj. I thoja teta, xhaxhi. O, mu dute sikur 30 vjeç ishe në fund jetës. Po tani e kam kuptu që thjesht 30 vjeç nuk është ashtu siç e kam pas mendu e vogël. Je thjesht një njeri që ke jetu 30 vjet. Dhe unë jam akoma një gocë. Nuk jam një teta. Parë se jam bo me 2 fëmijë. Me det. Tani të pak edhe sytë me këte si tip ngjyrë kafe dhe ngjyrë floriri, gold do me thënë. Është nga Revolution. Këte e mbaj fakt tek çanta e vogël e make-upit që e kam për ta marrë gjithandej me vete, për të çanta madhe. Dhe më që i kisha këtu po e përdor për më kollaj. Kjo përdor edhe për eyeshadow dhe për highlighter. Shansi, e pive mami? E pive dritë. Do vendos dhe një shkëlqys kur të filloj videon dhe kaq, nuk do bëj asgjë tjetër. Pak që pik në kangel, në rregull jam. Biles t'i krep dhe një herë. Tani do sistemoj pak shansin edhe të filloj me regjistrimin e videos. Sinqerisht kam shumë emocion. Më duket si ato i mani mendë për 9 vjeçare ose gjimnaz që kishim projekte nga shkolla që duhet dilnim para gjithë paraleleve tona, thonim ndonjë vjersh ose taktronim ndonjë pjesë filmi, nuk e di, ashtu po ndjehem. Kisha kohë pa më ndje kështu. Inshallah po na shkon me sukses. Dhe tjetë si me thënë fillimi i këtyre bashkëpunimeve të mëdha. Pavarësisht edhe një bashkëpunim shumë të madh e kisha, por nuk e pranova. Do flasim pak më vonë për këtë bashkëpunimin. Do me thënë, t'ishte diçka që unë do e bëja të trupi im, është bashkëpunim diku tek 5 milion lekësh. Merri një tip oferte nga një spital, por nuk e pranova sepse unë jam njeri që s'kam shumë qef të eksploroj me trupin tim, por që për të qenë ishte diçka shumë e madhe dhe ajo. Dhe gjithsesi jam falendëruese edhe atij spitalit, fola edhe me një nga ato gocat, recepcionistet, dhe ajo më kishte shumë qef, më ndiqte që në TikTok dhe kjo gjë më bëri të ndjeja shumë mirë, por që fatkeqësisht nuk e pranova. Nëse se unë kur filloj flas kaloj nga tema në temë dhe zjas jashtë mase shumë. Ika të rregulloj pak çunin dhe të vazhdoj me videon.
Po e veni re, unë jam kthy goxha seriozisht jetës një mami në shtëpi, sepse këto 2 muajt e para, domethënë pasi kam lënë shansin, kam letë më shumë te mami im, sepse duke qenë se kam pas Odin në shtëpi, nuk e çova në kopësht, mendova se ishte më mirë të rija te mami, të më ndihmonte me Odin dhe më ka ndihmuar jashtëmase shumë. Me Odin është marrë vetëm mami, nuk jam marrë unë fare. Mami gatunte, mami ushqente, jepte e lante, madje edhe për pjesën e kohës të lojrave mendonte mami për Odin, e fuste te pishina, domethënë me Odin s'jam marrë pothuajse fare unë. Edhe kur vija në shtëpi ke shtëpia ime, mbas dite u merrte Odin me Lorin, po. U merrte Lori me Odin. Unë jam marrë vetëm me shansin dhe këtë gjë nuk jam mohoj dot as mamit as Lorit, por tani që unë Odin e rifuta në kopësht, kam menduar të ri gjatë ditës në shtëpi, te shtëpia ime, sepse ka nevojë dhe shtëpia për mua. Sado që unë kam atë zonjën që më ndihmon me punët, prap shtëpia ime ka nevojë për mua, si do t'jetë puna. Dhe gjëja që po më vite më shumë keq ishte fakti që Lori po ushqente përgjithësi jashtë. Dhe kjo gjë nuk më pëlqen, sepse Lori është tip që ka shumë qef gjellrat, gatimet e shtëpisë, sidomos gatimet që i bëj unë. Dhe sado që ai nuk është se ma kërkonte këtë gjë, unë e kuptoja që nuk po i pëlqenin ushqimet jashtë. Dhe vendosa, me që çova Odin në kopësht, vendosa të ri gjatë ditës në shtëpi dhe tek mami të shkoj për shembull pas orarit që marrim Odin nga kopshti, nga ora 3:30, me që kopshti i Odit është ngjit te shtëpia që kam te mami, shkoj atje, pi një kafe, rri deri masdite pastaj vim në shtëpinë tonë, lahemi, rregullohemi dhe dalim. Kjo është përditshmëria jonë dhe që mu po më shijon shumë me të drejtën, sepse kisha nevojë, si më thënë, të rija dhe vetëm me shansin, të kuptoja a ja dal dot, nuk mund të me ja dal dot, që normale që ja dal, unë dëshë jam bo profesioniste bebash, dihet që ja dal, po unë isha më fuqikos me mamin aty, dhe se si mu dukte, po mu dukte sikur isha e fort për me përballu vetë shansin. Por që jo, po ja dalim shumë mirë shqyr Zotit, dhe thash tani, me që unë po qëroj qepën sepse do bëjt asje bap, thash ta pa kamën të flasim, se shumë prej jush, sidomos në Instagram, më kanë shkruajtur dhe më kanë pyet si është deri tani marrëdhënia e Odit me shansin. Ju e dini që një nga frikat e mia më të mëdha ka qenë që nga një fëmijë do bëja me 2, dhe jo për veten time, po për Odin, sepse mu dukte mu idiotes, sikur Odi do ikte pak vëmendja. Do u bënte xheloz dhe kuptonte që ka një bebe tjetër, një fëmijë tjetër, dhe koha që ne kishim 100% për Odin, do u bënte 50 me 50. Por që ishte një gabim shumë i madh i imi, e kisha fut kot. Kam qajt kot gjithë ato muaj shtazanie, sepse Odi mi që nuk është xheloz. Fare, nuk është fëmijë për mendimin tim që e njeh fare si ndjenjë, nuk e njeh fare xhelozin, nuk i është kriju fare, ashtu që Zoti deri më sot. Po, nuk ishte xheloz, ai e don shumë jashtëmase shumë vajën e vet. Dhe pse shansi është shumë i vogël dhe nuk është se lozin bashk ose kalojnë kohë bashk, që unë me zopra e presat e periudhën kur t'i shoh ato dy loz, ka qenë gjithmonë ëndra ime, që Zoti më ka bërë realitet. Ai e ton jashtëmase shumë. Ai mundohet kur shansi grindet, ai mundohet t'i japi kapën, të gjej, të kërkoj qumshim, thot mami, a ke bëj qumësht për bebin,
ta tundi, ti flasi, të mundohet ta hutoj. Një sekund të pak qepën ke tigani. Madje, a shumë e do sa që unë e mundu një 2-3 herë kam bërë një si tip eksperimenti. 1 minutë se është më marrë kisi me kamera, ta hap qofje që ka, pastaj flasim. Po e hap kamerën mas 1 ore, që ju thash ju flas pastaj, se më mori motra me kamera. Edhe unë sa herë flas me kishin dhe e kap 1 orëshin. Dhe pse jemi pothuajse nuk ka ditë që mos takohemi, kur flasim me kamera nuk pushon. Dhe që po ju thoja, Odi e do njashtë masë shumë shansin, dhe kur ka rasti për shumë që unë bëj edhe njëjtë bëj si ku po i bërtas shansit, a i vjen të unë, Odi, me vetë kështu të gjysmë dhe thot mu, mos i bërtit qunit, thuj më farë shpet vaj, thuj fa më vaj. E në rrasë unë i them falë shansit, a i mundohet si kur do me më gjujt, si kur do që të bëj mu që të kuptojnë që ke bo gabim. E redakton pasaj shansin, i kënon, i bon, nuk e di do me thonë, o zot faleminderit, po Odi nuk e ka fare atë ndjesin e xhelozis, dhe inshallah mos ta ketë kurrë, se xhelozia është shumë e keqe, është një ndjenjë që kam rastit që e kam pa në goxha njerëz, mendoj që është ndjenja më gryse që mund të ekzistojë, është xhelozia, dhe inshallah mos ta ketë gjithë jetën, si Odi si shansi, ti ngjajnë mamit dhe babit vet. Dhe kështu, ky u zgju, se kishte nga 1 orë ca që po flente, u zgju. Unë po bëj tasje babi, e kam vendos këtu, po bëhet dhe tasje babi. Kam për t'i hedhë 1 lugë gjelle miell tani dhe 1 lugë gjelle salcë domatesh, dhe t'i vendos ujin dhe pastaj të zihet.